Fati sta kurseu të datë një tjetër sfidë, sepse ti kuptove që me babain e djalit në një moment rrugët duhet të shkëputeshin dhe të ndashin. Djali ishte 1 vjeç. Edhe ne shumë të rinj, sigurisht, njeriu nuk I mendon shumë, bëhet egoist, edhe mendoj që njeriu ca hapa duhet I marri në jetë pak më I pjekur. Sot jemi shok edhe më vjen mirë për djalin që e njofti babain mbas kaq vitesh. Mbas sa vitesh? Mbas 14 vitesh, shkuam në Kanada në një të ftohtë -30 gradë, edhe u shfaqja te dera e tij bashkë me djalin, edhe ishte një surprizë, ishte pak e ftohtë siç e ftohtësia që ishte atë ditë. Megjithatë shkoi gjithçka shumë mirë, edhe ata sot kanë një raport shumë të mirë. A është një zgjidhje drejtë që shumë çifte bëjnë që qëndrojnë në një raport pa dashuri për hir të fëmijës? Për hir të fëmijës është gjithmonë një vendim I vështirë në çdo kulturë, jo vetëm në kulturën shqiptare. Fëmijët nuk janë asnjëherë gabim. Megjithse prindrit mund të gabojnë në marrëdhënie me njëri tjetrin që në nisje. Fëmia është një bekim, fëmia është dashuri, fëmia është qiell, është parajs. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.